Keti bën ushin nga ambientet ku zhvillon mbledhjet Këshilli i Lartë i Prokurisë. Keti, të përshëndes, në fakt thuaj se ndoqëm gjithçka live, çfarë ndodhi, çfarë kushtesh pak a shumë do të plotësojnë kandidatët për qenë drejtues të SPAK-ut dhe i vetmi diskutim apo debat nëse mund të themi ishte për kohën që do t'u liej kandidatëve për të aplikuar. Çfarë u vendos përfundimisht? Përshëndetje Andi, siç e pat dhe ju, sot ishte mbledhja e radhës, po pika e parë e rendit ditës është shpallja e vakancës për kreun e ri të prokurisë posaçme, kjo në bazë të ligjit për SPAK-un, ku zoti Domani përfundon mandatin në 16 dhjetor dhe 3 muaj para hapet gara, shpallet vakanca dhe hapet gara. Në fakt ishte relatori i çështjes ose relatori i këtij pike diskutimi Sokol Stojani, një nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurisë, nga radhët e prokurorëve, i cili lexoi edhe rregulloren ku sipas tij kandidatëve me hapjen e garës i lihej një afat 2 javor dhe ndërkohë që kishin kritere të tjera si eksperjenca në aftësitë në organizim, eksperiencë në hartim, miratimin e rregullave, eksperiencë në çështje të cilat kanë marrë vëmendje të lartë në publik, aftësitë në drejtim efektiv dhe burimet njerëzore, pasi siç dihet rola i drejtuesit më shumë është rol organizator, në fakt aftësitë në drejtim vizion ose plan i besueshëm për organizimin e prokurorisë të posaçme, pra këto janë kritere në fakt që kanë qenë edhe për kandidatët e mëparshëm. Siç u tha dhe nga antari i KLP-s, ftohen të gjithë prokurorët e prokurorisë të posaçme, ky është një kriter i panegociueshëm, pra duhet të jetë prokuror nga prokurorët e prokurorisë posaçme që duhet të kandidojnë për postin e drejtuesit të prokurorisë posaçme. I vetmi diskutim, siç pat dhe ju, ishte afati kohor që i lihet kandidatëve për të aplikuar, ndërsa Stojani propozoi të ishte 2 javë, ka qenë një tjetër kandidat Vates Taka, i cili ka kërkuar që ky afat të zgjatet me 3 javë dhe ashtu është miratuar, pra deri në datën 8 tetor 2025 kandidatët të cilët duan të aplikojnë për drejtuesin e Këshillit të Lartë të Prokurisë duhet paraqesin platformën e tyre dhe shprehjen e interesit pranë protokollit të Këshillit të Lartë të Prokurisë. Kjo ka ndodhur dhe në fakt me 2 zgjedhjet e mëparshme, Arben Kraja dhe Altin Domani, dhe në përgjithësi prokurorët që kandidojnë zgjedhin ditën e fundit, madje minutat e fundit që paraqesin platformën e tyre, ndërsa emrat që përfliten në fakt në disa raste nuk kanë dalë ata që mendohet. Pra, të presim datën 8 tetor në momentin kur kush do të kandidojë për postin e drejtuesit të prokurorisë të posaçme dhe më pas të shohim se çfarë do të veprojë, si do të veprojë KLP-ja në përzgjedhjen e tij. Keni pak a shumë sa prokuror ka momentalisht struktura e SPAK-ut për të kuptuar pra që cilët mund të jenë kandidatë mundshëm dhe në mos gaboj edhe besoj që Arben Kraja që ka qenë një drejtues, Altin Domani që është dhe aktuali, nuk e kanë të drejtën e rikandidimit. Ndërsa atë që ju thatë, besoj se shumë shpejt është për të mësuar që cilët mund të kenë interesin për të garuar për drejtues. Domani besoj mbetet një nga prokurorët e SPAK pas përfundimit të mandatit më 18 dhjetor. Në fakt, struktura e prokurorisë posaçme ka 20 prokuror, ashtu siç është edhe ligji, ndërkohë që Altin Domanit nuk i lejohet të kandidojë pasi nuk ka të drejtë rizgjedhje, kështu e ka parashikuar ligji. Kushdo që të ishte drejtues. Prokurorët e tjerë kanë të drejtë të kandidojnë për postin e drejtuesit të prokurorisë të posaçme. Ndërkohë që zoti Domani duhet të kthehet në prokuror i thjeshtë i kësaj strukture, pra prokuror i posaçëm, dhe ndërkohë vjon detyrën e tij deri në përfundim të afatit 9 vjeçar, dhe ne të paktën kemi raportuar që ai do të jetë prokuror në çështje të rëndësishme, pasi pothuajse në të gjitha çështjet e rëndësishme që janë kryesisht për korrupsionin ose krimin e organizuar, zoti Domani është pjesë e prokurorëve. Pra do të jetë në bankën përballë avokatëve dhe të pandehurve dhe në gjykatë. Pra tashmë betejë nuk është më aq shumë në prokurorinë e posaçme në hetim, sesa është në gjykatë ku duhet të provohen të gjitha akuzat që janë ngritur ndaj si politikanëve të akuzuar për korrupsion, por dhe grupeve kriminale. Dhe është një betejë më e madhe, mendoj unë, në gjykatë se sa në prokurori në lidhje me goditjen që kanë marrë të paktën
deri tani dosjet e mëdha, të cilat janë diskutuar shumë në lidhje me provat, nëse përmbajmë prova dhe nëse këto prova dhe këto akuzat të prokurisë posaçme do të ngelen në fuqi dhe do të kemi vendimet formës prerë. Faleminderit, Kati.